Të dashur shqiptar, fisi Taulanti nuk ekziston. Emri Taulas do të thot tabel. Dhe vjen si një huazim nga latinishtja në helenisht. Taula është varianti dorik dhe taule është varianti atikës. Nuk ekziston populli Taulas, të dashur shqiptar. Emri Taulas është krijuar nga një poet romak, Valerius Flaccus, i cili ka kopjuar mitin e Jasonit dhe Medeas, Argonautët. Është mit helen, ai e ka marrë dhe ka bërë një poem me 8 libra. Janë gjetur këto libra ose kapituj krejt rastësisht në vitin 1441 në një kish. Të hedhura ishin origjinale. Askujt s'ja merrte mendja që ishin me një vlerë të jashtëzakonshme. Në librin e 6 përshkruhet lufta midis skythëve dhe Albanias në Kolkis. E kuptoni apo jo? Taulas del si një mbret alban pikërisht në Kaukaz. Por është komplet imagjinare e krijuar nga ky poet romak. Dhe shpjegohet se pse erdhën këta njerëzit nga Kolkis në Ulqin. Por në fakt Ulqini nuk vjen nga Kolkis, po është Oulkinion dhe vjen nga fjala ulk në gjuhën slave dhe në gjuhën ilire. Nuk ka lidhje fare me Kolkis. E kuptoni apo jo? Ky është një qytet dalmat i lirë, Oulkinion. Ndërkohë që këta romakët i vendosin fisin Taulanti pranë fisit Kelidoni, që do thot dallëndyshat. Prandaj autorët e Akademisë Shkencave mendojnë që Taulas vjen nga dallëndysha. Jo, vjen nga fjala tabel. Po ç'kuptim ka kjo tabel, do thoni ju? E pra, tabel në gjuhën romake ka kuptimin e 12 tabelave që në fillim ishin 10 dhe pastaj u bën 12. Në këto tabela u shkruajtën ligjet e Athinës. U kopjuan fjalë për fjalë. Dhe u morën në Rom. Këto janë tabelat. Janë të ngjashme me kanunin e Lek Dukagjinit, se si duhet sillet gruaja me burrin, si duhet sillet djali me baban, ligjet, ndëshkimet në qoftë se bën gabime ndaj shtetit ose ndaj familjes, kryetarit familjes. Prandaj, 12 tabelat ose taulas janë pikërisht ato librat e shenjtë të gdhendura në pllaka prej bakri. Këto pllaka prej bakri u shkatruan kur keltët sulmuan Romën rreth viteve 400 para erëson dhe e dogjën atë dhe shkatruan këto pllaka. Megjithatë, këto pllaka u regjistruan në pllaka të tjera prej guri dhe prej druri. Po kjo është kuptimi i fjalës taulas. Nuk lidhet me fjalën dallëndyshe. Dhe tani nuk lidhet as me fjalën Kelidoni. Kelidoni është një nofk fyese për ilirët nga Aristofani, ku ai thotë që ilirët klithin në betejë, lëshojnë klithma si Kelidonis, një lloj si dallëndyshja. Dhe fjala Kelidonis është në gjinore. Pra, emri Kelidonis nuk lidhet me fjalën Taulas fare. Taulas është një personazh fiktiv, jo i vërtet, mitologjik, në një poem të Valerius Flaccus, i cili imiton poetët helen që përshkruajnë se gjoja e ilirët kanë ardhur në tokat helene, ndërkohë që helenët pushtuan tokat ilire. Ata thonë jo, ilirët janë të ardhur, gënjejnë, kuptohet,
Dhe njëherë na quajnë Kelidonis, njëherë na quajnë ujë të trash, Dardanis. Me fjalët më të pista, me fjalët më të këqija ne na quajnë Helenët. Kelidonis pra sharje, do thot ata që lëshojnë klithma si dallëndyshet, që kanë një gjuhë të pakuptueshme. Dhe grekët nuk e dinin që fjalët në shqip kanë të njëjtën origjinë si fjalët në helenisht. Nuk dihej, madje një grek i sotëm është një ignorant i plot. Një grek modern është po aq ignorant sa një grek i lashtësisë dhe nuk e di që të gjitha fjalët e shqipes janë të trashëguara nga gjuha ilire dhe kanë origjinë të përbashkët me gjuhën helene. Për shembull, fjala hima në shqip është dimën, fjalë për fjalë. Fjala hieri në shqip është dora. Ka të njëjtën origjinë. Fjala gyne në shqip është grua. Ka të njëjtën origjinë dhe lista shumë e gjatë. Pra edhe sot e kësaj dite helenët nuk e kuptojnë që të njëjtat fjalë janë në helenisht dhe në shqip dhe kanë evoluar pra nga një burim i përbashkët. Dhe fjalori i gjuhëve indo-europiane është bërë gati që në shekullin e 19 të dashur shqiptar. Për më keq akoma, as shqiptarët nuk e dinë fare që gjuha e tyre ka të njëjtën origjinë si gjuha helene. Tani ky poet romak, Valerius Flaccus, tregon që Taulas është një personazh mitologjik në Albania në Kaukaz. Dhe albanët e Kaukazit përleshen me skythët ose me slavët atje dhe pastaj vinë këtu, sipas Valerius Flaccus. E kam gjetur këtë dokument, do ja tregoj dhe juve, do e nxjerr dhe në internet ta shikoni, e kam dhe në latinisht dhe në anglisht. Mund ta përktheni dhe ju në shqip, por nuk ja vlen. Nuk ja vlen sepse është gjithçka e shpikur. Nuk ka fis Helidoni, të gjithë ilirët që ishin Helidoni, ata që nuk flasin gjuhën helene, që flasin me klithma, dhe të gjithë ilirët quhen Taulas nga ky poet romak. Pra nuk ka as fis Helidoni, nuk ka as fis Taulas. E kuptuat apo jo? Janë të gjitha të shpikura. Janë të njëjtët njerëz që kanë emra të ndryshëm. Një poet i quhen ata Kelidoni, dallëndyshe që gërthasin, klithin, dhe tjetri romaku i quhen Taulas, domethënë pasardhësit e mbretit të Albanias në Kaukaz. Të gjitha e ngënjeshtra mashtrime të pafundme. Përfundimisht, çdo gjë që kemi ne për ilirët është e ndotur, e shpjeguar me mite helene dhe latine, thjesht për treguar që gjëra shqiptarët nuk janë autokton. Kjo është e gjitha. Të gjitha janë mashtrime, gënjeshtra. Dhe të marrësh seriozisht pra ato që thon helenët dhe autorët latin është një krim ndaj shqiptarëve. Pra, ne du ta krijojmë historinë nga e para. Domethënë, i gjithë mundimi im i deri tanishëm ka vajtur kot. Kjo lufta ime 30 vjeçare për të gjetur rënjët ilire është e kot sepse ne na kanë përshkruar si fise, por nuk janë fise. Janë emra të ndryshëm të njëjtit popull nga autor latin dhe helen që janë dashakeqës ndaj ilirëve. Latinët dogjën të gjitha qytetet ilire, Dalmate, Dardane, e zhdukën komplet Ilirin. Dhe nga hiri i Iliris lindi populli shqiptar. Dhe ato pak fjalë që kanë mbetur në gjuhën shqipe, që kanë origjinë të përbashkët me ato të gjuhës latine dhe helene, tregojnë që ne jemi popull autokton. Por nuk ka toponime shqiptare, sepse ne nuk na kanë lënë të vënë emra, na kanë pushtuar, e kuptoni apo jo? Historia jon fillon pikërisht në vitin 2004 kur unë botoj fjalorin e gjuhëve indo-europiane, por historia e fisave ilire ka filluar me këto filma që po bëj unë për ju. Pra,
Asnjë autor në botë, absolutisht, e them këtë me siguri të plot, nuk e ka ditur që emri Taulanti është krijuar nga fjala tabel, që janë 12 tabelat e ligjit romak në Rom. Pra nga fjala tabela vjen taula, është fjalë helene. Dhe nga kjo taula është krijuar një personazh mitologjik, Taulas, në Albania në Kaukaz, për të treguar që shqiptarët nuk janë autokton. E kuptoni apo jo? Çfarë mashtrimi, çfarë gënjeshtrash. Dhe tani bën harta të fisit Kelidoni dhe të fisit Taulas, që janë pranë njëri tjetrit, dhe këto harta janë bërë nga grek. Akademikët tani marrin këto harta për të vërteta, e kuptoni apo jo? Këta janë personazhe mitologjike. Emra të shpikur nga autor helen dhe latin. Ne i marrim për fiset të mirëfillta me kufi pra njëri tjetrit, dhe sot po kërkohet të ndahet Shqipëria në copa në ato vende ku ka emra helen dhe në ato vende ku këta emra helen gjajnë çik me shqipen. Por nuk gjajnë fare. Fjala taula vjen nga fjala tabela, tabela romake e ligjit. Tmer o tmer. I lutem shikoni vetë se ky është fruti i punës time 30 vjeçare. Të dashur shqiptar, fisi Taulanti është krijuar nga personazhi mitologjik Taulas, një mbret alban në Kaukaz, sipas poetit Valerius Flaccus. E besoni apo jo, ky është fragmenti në anglisht i pastër që do e nxjerr në internet. Dhe këtu kam gjetur origjinalin në latinisht, ku Taulantis është në rasën gjinore, siç e kisha parashikuar unë. Pra, kjo është në latinisht, në rasën gjinore, Taulantis. Dhe kështu ka hyrë nga latinishtja në greqisht. Po ky është një tmer i vërtet të dashur shqiptar. E besoni apo jo? Tani Valerius Flaccus e ka shpikur këtë emër Taulas, këtë personazh mitologjik, nga mendja e tij. Por ky personazh nuk ekziston në poemën origjinale Argonautika, që është botuar në shekullin e 3 para erës sonë, me autor Apollonius Rhodius. A shikoni? Në këtë poem nuk ekziston personazhi Taulas. Ekziston vetëm në variantin në latinisht. Është komplet i shpikur nga një poet latin dhe vjen nga fjala tabela. Fjala Taulas në helenisht është huazim nga fjala 12 tabelat, duodecim tabularum në latinisht, ose 12 tabelat e ligjit romak. Ju betohem. Tani fisi lir Taulanti është futur pikërisht në enciklopedin e Bizantit. Si një fis i lir, nuk ekziston. Ky është fis i lir i shpikur nga një poem e një autori latin për albanët në Kaukaz. Ky emër nuk ka ekzistuar në variantin origjinal, Argonautika. Është turp i madh. Është huazim nga latinishtja në helenisht. Dhe ky autor latin e ka shpikur këtë emër duke marrë fjalën tabel të helenishtes. E ka krijuar këtë emër nga mendja e tij. Nuk ekziston personazhi Taulas. Mirë po, un kam gjetur një mbishkrim të shekullit të 3 të erës sonë, pra shumë vonë, të një personi me emrin Taulas, që e ka marrë emrin nga poema e autorit romak dhe ka ngritur një monument në Siri për perëndin kristiane. Ju betohem, për atë Zot. Ky është Taulas i vërtet, është vetëm një personazh i shekullit të 3 të erës sonë. Nuk ka lidhje fare as me ilirët, nuk ka lidhje fare as me albanët në Kolkis, në Kaukaz. E ka marrë emrin nga poema e Valerius Flaccus, ky personazh. A kuptoni çfarë tmerri? Krijohet fisi Taulanti tani. Futet në enciklopedinë e Bizantit. Në shekullin e 6 të erës sonë. Krijohet një fis nga hiçi, nga një poem e një poeti romak.
që imiton një poet grek për veprën Argonautika, të botuar në shekullin e 3 para erës. Ky është fisi i lirë Taulanti. Çmenduri më të madhe në historinë e njerëzimit nuk ka. Është krijuar një popull fiktiv nga emri i një personazhi mbreti që nuk ekziston, në mendjen e poetit është krijuar. Domethënë është një lloj sikur një autor italian sot, domethënë romak i dikurshëm italian sot për paralelizëm, të marrë një nga personazhet e Ismail Kadares, të krijoj një mbret në Kaukaz me emrin e këtij personazhi të Kadares, jo real, fiktiv. Mbas 3 shekujsh, një personazh nga Greqia vendos ta marrë këtë emër të poetit italian. Dhe shekuj më vonë, në vitin 3000, 1000 vjet më vonë, të bëhet një enciklopedi dhe të krijohet populli me emrin e personazhit të Ismail Kadares. Kjo është historia e popullit Taulanti. Deri këtu ka arritur çmenduria helene. Dhe tani kërkohet të ndahet Shqipëria në copa, sepse janë krijuar harta në Wikipedia të mbështetura në një enciklopedi falso të Bizantit, që ka krijuar një popull nga një poem të autorit romak Valerius Flaccus. Me një emër fiktiv, të krijuar në kokën e tij nga fjala tabel. Pastaj akademikët e shkencave të Shqipërisë e krahasojnë fjalën taulas me dallëndyshe dhe thonë që këta janë ilirët dallëndyshe të fisit Kelidonis, të dashur shqiptar. Pra nuk ka as fis Kelidonis, ky është nofk e krijuar nga Aristofani për ilirët, dhe nuk ka as fis Taulanti, janë të gjitha të shpikura, janë çmendurira. Kemi arritur në fazën e fundit të shkallëmimit njerëzor. Ne po na shkallmojnë mendërisht grekët. Po na çmendin grekët me budallallëqe, me çmendurira. Dhe duan ta ndajnë Shqipërinë tonë të dashur në copa, mbi mitet të krijuara për shqiptarët nga poet helen dhe latin. Kjo është ajo që po ndodh sot, të dashur shqiptar, nuk ta beson njëri. Kur unë ju them studentëve këto lemerira, ata zën kokën me grushta, shkulin flokët, çfarë po bëhet, a jeni në vete nga Monte Kokos, thonë. Nuk e besojnë studentët e mi që ne të gjithë jemi kaq të çmendur. Ne po coptojmë Shqipërinë mbi mite të krijuara në poetët romak dhe grek, që s'ka qenë kurrë në Shqipëri. Për shkak të ngjashmërisë së emrit Kolkis dhe Ulkinion. A kuptoni apo jo? Çfarë çmendurire që po ndodhin në Wikipedia dhe në Shqipëri dhe në Akademinë e Shkencave. O njerëz, zhdukni, shkatroni çdo gjë greke, është mashtrim. Emri i qytetit Nikaja është ndëruar 3 herë sipas grekërve. Emri i qytetit Troizen, që do të thotë një cfurk me 3 dhëmb, në gjuhën ilire, grekët sa pëlqejnë, e kanë ndëruar këtë emër 6 herë. Sipas tyre, por mund të jetë ndëruar dhe më shumë. 6 herë. Dhe emrin Hellas, që grekërve nuk ju pëlqen, ka kuptimin karrige. Ka në fakt kuptimin ata që ju shërbejnë klientëve në karrige, është emri turpshëm. Përdoret për priftërinj meshkuj që argëtonin klientët e tyre të pasur, patricët, për para, për t'i hedhur në tempull lekët. E kuptoni apo jo, çfarë turpi? Emri Hellas është emri turpshëm. Dhe ata e kanë ndruar këtë emër. Quhet sot Zotikos në greqisht.
Dhe atje banojnë Arvanitas. Pra, e kam përdorur Helenët këtë emër për të fyer ilirët. Ata që ju shërbejnë klientëve. Pra, emri Hellas, ata të karrikeve, është në latinisht Stellaris. Ka të njëjtin kuptim. Nga fjala sella, karrike. Edhe në latinisht ka kuptimin ata të karrikeve, ata që argëtojnë klientët, ju betohen. Pra të Zot. Ata që i shërbenin Afroditës. Profesioni më i vjetër i botës, një Helen, pra është një mashkull, ç'të të them, nga ata që kanë kaluar ylberin. Kryebashkiaku i Shqipërisë, të dashur shqiptar, që sot është në burg. Ju faleminderit të dashur shqiptar që nuk e keni kapërcyer akoma ylberin. Mos e kapërceni ylberin, ju lutem.